Qeveria e Venezuelës ka nisur lirimin e disa të burgosurve politik, duke përshkruar këtë si një gest dashamirës dhe shenjë të kërkimit të paqes. Ministria e Jashtme e Spanjës njoftoi se 5 shtetas të saj janë liruar, përfshir aktivisten Rocío San Miguel, kritike e njohur e regjimit dhe eksperte për të drejtat e njeriut, e cila ishte arrestuar në vitin 2024 në akuza për përfshirje në një komplot kundër presidentit. Lirimi të burgosurve politik ndodh mbas arrestimit të presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, nga autoritetet amerikane në Caracas, në akuzat për trafik droge në New York. Presidenti amerikan Donald Trump e përshkroi këtë veprim si një gjest shumë të rëndësishëm dhe të mençur, dhe tha se kishte anuluar një valë të dytë sulmesh ndaj Venezuelës. Jorge Rodriguez, kreu i Asamblesë Kombëtare dhe vëllai i presidentes së përkohshme, Delcy Rodriguez, njoftoi se qeveria do të lirojë një numër të konsiderueshëm të burgosurish politik, duke mos dhënë detaje për identitetin ose numrin e tyre. Kryetarja e opozitës, Maria Corina Machado, fituese e çmimit Nobel për paqe, ka kërkuar lirimin e të gjithë burgosurve politik dhe pritet të vizitojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në javën e ardhshme.